Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, krijuesit absolut, krijuesit suprem. Salavatet dhe selamet qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në frymën e fundit. Nga transmetimet e shumta që na vijnë neve në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vërejmë që ai gjatë tërë jetës së tij është lutur me një lutje dhe ajo lutje ka qenë që të ndrojë jetë si shahid, si dëshmor. Vetëm muaj para Ramazanit, gjithsesi në muajin Shaban, ai është lutur gjithmonë që të arrijë muajin e Ramazanit i gjallë. Kjo për arsye se ky muaj në të cilën gjendemi ne sot është muaj i begative, është muaj i rahmetit. Njeriu mund të përfitojë aq shumë në këtë muaj, sa që komplet 11 muaj nuk mund të gjejë mirësitë e këtij muaji. Andaj, unë dua të flas sot për atë luftë e cila është lufta më e rëndë e njeriut. Lufta me veten e tij. Si mund që njeriu të luftojë me veten e tij? Së pari duhet ta dim zanafilla ynë. Njerëzit përbëhen nga dy rivalitete, edhe atë ruh, i cila është shpirti, dhe nefsi apo egoja. Shpirti dhe egoja janë dy krijesa të cilët Zoti i krijoi, mirë po njëra anon dhe synon gjithmonë në rahmetin e Zotit, ndërsa tjetra na largon nga ajo. Tani, për të dalur shpirti, gjithsesi ruhi në sipërfaqe, patjetër që të luftohet nefsi. Ruhin, shpirtin cilën Zoti ja dhuroi njeriut, ka gjithmonë qasje drejt rrugës së Zotit. Ndërsa nefsi apo egoja e njeriut gjithmonë ka qasje në të mirat e kësaj bote, duke anashkaluar të mirat e ahiretit. Prandaj njeriu gjithmonë duhet të jetë autokritik së pari e pastaj të luftoj veset e tij që të arrijë në atë bërthamon të cilën Zoti ja dhuroi dhe është më e çmuara, pra shpirti. Kur shohim dallimin mes shpirtit dhe nefsit, vërejmë që shpirtin të cilën njeriu e ka dhe e posedon, e Allahu xhaleshanuhu ja dhuroi, në momentin kur ky shpirt hyn në trupin e njeriut, e humb originalitetin e vet. Pra bëhet pjesë e materiales, apo ashtu siç e quajnë psikologët, ID, impuls i trashëguar psikologjik. Në momentin kur shpirti hyn në trupin e njeriut, me njëherë fillon dashuria për këtë botë. Dhe dashuria për këtë botë me automatizëm largon dashurinë për botën tjetër. Dua të përmendja atë se Allahu xhaleshanuhu shpesh na ka dhënë vërejtje që ne të bëjmë tobe, të bëjmë pendim. Për të bërë njeriu tobe apo pendim, duhet ta kupton njëherë se cila është e mira dhe cila është e keqja. Ky shpirti duhet të forcohet. Për të forcuar duhet të ushqehet. E ky shpirt forcohet duke përmendur emrin e Zotit, duke bërë istighfar, duke lexuar Kur'an, duke falur namaz. Ndërsa nefsi apo egoja ushqehet dhe forcohet duke i bart dashurinë e kësaj bote, duke i udhëruar dashuritë madhe të kësaj botës. Njerëzit, për fat të keq, edhe muslimanët ditët e sodit, vërejmë që një dashuri dhe një vëmendje të veçantë i kanë dhuruar se si do të vishemi sot, si do të dukemi sot, çka do të ham sot, ku do të flejmë sot, me çfarë makine do të ecim sot, çfarë shtëpie do të bëjmë ne. Dhe është i preokupuar gjithmonë me mendimet e të mirat të kësaj bote. Kjo është e dëmshme nga se njeriu kur fokusohet vetëm në të mirat e kësaj bote, fillon të haron atë e cila është shpirtërore. Dhe në moment kur e lufton shpirtëroren, atëherë fillojnë smundjet si depresioni, stresi, ankthi. Sot, shumica e njerëzve vuajnë nga këta sëmundje. Dhe gjithmonë mendon se nga problemet e ditës, nga organizimi i jetës, fillon depresioni dhe smundjet tjera. Por qëllimi kryesor i gjithë arritjeve të këtyre smundjeve është largimin nga shpirtërorja, largimin nga rahmeti i Zotit. E si ne t'i afrohemi asaj shpirtërorës dhe të largohemi pak nga kjo. Është momenti,
është çasti i këtij muaji që neve të afrohemi. Afrohet njeriu në këtë rrugë duke parë gjithmonë jetën e pejgamberit alayhis salam. Nëse shohim historikun e jetës pejgamberit alayhis salam, do të vërejmë se ai jetoi 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë. Komplet 13 vite në Mekë sa jetoi ai si pejgamber, kur asnjëherë nuk urdhroi asnjë shok të vetin, asnjë sahabi që të lufton armikun. Asnjë çast nuk mund të vëresh që muslimanët kanë luftuar armikun përderisa kanë qenë ato 13 vite në Mekë. Por çka kanë luftuar? Për 13 vite pejgamberi alayhis salam ata i forcoi duke luftuar ata veten e tyre, duke i larguar mëkatet që i bënin, duke i larguar sjelljet e tyre të dyta. Edhe kështu që pasi i formsoi ashtu siç i ka hije një muslimani, pastaj dha liri që të luftohet tani armiku. Pse e bëri këtë pejgamberi alayhis salam? Nga se lufta më e rëndë e kësaj bote është lufta me vetveten. Përse? Jap një shembull për ta kuptuar më mirë. Nëse një foshnjë sheh një kamin, një zjarr i cili duket ka dritë, bebja e vogël apo foshnja me njëherë do të mundohet që të afrohet, ta prek zjarrin, ta shoh se çka është. Mirë po prindi me automatizëm shkon e merr, e kap dhe e largon nga aty, sepse e di se do të digjet nëse e prek zjarrin. Ne e kuptojmë atë se afërsia në zjarr është djegje, ndërsa foshnja nuk e kupton atë dhe fillon të qaj, të bërtas, nga se don ta prek. Kështu është edhe me qenie njerëzore. Njeriu kur sheh diçka interesante mundohet të afrohet, por Allahu e ka ndaluar. Zoti e di ndalesën e asaj, e di dëmin e asaj, jo rastësisht edhe e ka të ndaluar. Njeriu për ta luftuar nefsin, egon, epshin e vet, i duhen disa parime dhe tipare. E para, duhet t'i kyçet fesë islame. Duhet filloj të mësoj dije islame. Duke shkuar në ligjërata, duke dëgjuar ligjërata, duke shkuar në përxhami e kështu me radhë. Hapi i dytë është atë cilën ai e ka mësuar, me njëherë ta fus në praktik. Ne shpesh dim diçka, por nuk e fusim në praktik. Për shembull, shumica e muslimanëve e di që e ka fars obligim t'i fal 5 kohë të namazit. Në moment kur ti e kupton se duhet t'i falësh 5 kohë të namazit dhe ke fars për çdo ditë, me automatizëm duhet ta fusësh në praktik. Në moment kur ti e di që agjerimin e ke fars të agjërosh, patjetër ta fusësh në praktik. Haxhi, zakati, mirësjellja, sadakaja e kështu me radhë. Gjitha obligimet që Zoti të ka obliguar, i di, menjëherë duhet t'i fusësh në praktik. Hapi i tretë është, këtu fillon lufta direkt me veten tënde, është që ti thirrish njerëzit tjerë në fenë islame. Që kur ta shohish një vëllaun tënd, një shokun tënd, një motrën tënde, që ajo është në rrugë të gabuar, ta ndalosh atë, ta urdhërosh në të mirë dhe të ndalosh nga e keqja. Dhe ajo e cila quhet kulminante në luftën me nefsin apo autokritika është që njeriu të fillon t'i shkruaj mëkatet, gabimet e veta gjatë komplet, për shembull, një jave. Zgjohesh në mëngjes dhe fillon çdo gabim të cilën e bën, çdo mëkat të cilën e bën, fillo dhe shkruaje me një fletare. Dhe do të shohësh se sa mëkate ke bërë për një periudhë një javore. Pastaj javën e dytë, fillo dhe dal nga dal, një nga një këta mëkate të largohesh. Shpesh njeriu kur dëshiron të largohet nga një mëkat, i vjen në mendje kam kohë edhe pak. Dua ta lë një haram, por pas një periudhe, pas një viti, pas 6 muajve, pas një jave. E ky është armiku më i madh i njeriut kur i jep afat për t'u larguar nga një mëkat. Nga se Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famëlar thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dhe ngutuni, nxitoni në kërkim falje te Allahut fuqiplot. E lut Allahun xhaleshanuhu që të na hap mendjen diapazonin, të dim që të kërkojmë falje, të dim që të largohemi nga mëkatet, dhe lut Allahun xhaleshanu në këtë muaj të bekuar që Zoti të na udhëzojë në rrugën e drejtë, juve, neve dhe të gjithë muslimanët në përgjithësi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.